Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Të dashur shikues, jemi shumë të lumtur që jemi bashkë dhe sotën në këtë program të bukur të Ramazanit. Sot do të flasim për një temë shumë të rëndësishme që na ndihmon të bëhemi fëmijë dhe më të mirë. Le ta dëgjojmë me kujdes shoqën tonë dhe të mësojmë diçka të re së bashku. Pyetja është edukata ndaj prindërve. Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimi i takon Allahu për çdo mirësi, paqe dhe bekimi Allahu qoftë mbi Muhamedin alayhis salam. Prindrit janë dhurata më e madhe që na ka dhënë Allahu. Ata na kanë rritur me shumë mund pa u lodhur kurrë. Kur ne ishim të vegjël, ata na ushqyen dhe na mbajtën në krah. U zgjuan natën për ne dhe u kujdesën që të mos na mungojë asgjë. Allahu në Kur'an na ka porositur që të respektojmë prindrit dhe të mos u lëndojmë me fjalë apo me vepra. Edhe një fjalë e keqe i mërzit shumë, ndërsa një buzëqeshje i gëzon zemrat e tyre. Kur i dëgjojmë prindrit, kur i ndihmojmë në shtëpi dhe kur flasim me edukat, Allahu është i kënaqur me ne. Fëmia që i respekton prindrit është fëmijë e bekuar dhe do të ketë jetë të bukur. Prandaj le të mundohemi çdo ditë të dëgjojmë prindrit dhe të bëjmë krenar për ne. Falenderojmë Xhenesën Bedri Osmani për këtë këshill të bukur. Miropafshim në këshillin e radhës. Allahu e pranoftë agjërimin.